për të më mbyllur gojën. Po turp të vinë turp fare? Për të mbyllur gojën, po një qytetari thjesht, çfarë i bën ti mor maskara? Çfarë i bën një qytetari të thjesht nëse ngre zërin? Nëse ti ma bën mua këtu, në kuvend, më sjell listën e kompanive të mia. Çfarë i bën një qytetari që ngre zërin? Që del në protestë? Çfarë i bën? Më thuaj çfarë i bën? I dërgon policin. Ju lutem vazhdoni me interpelancën. Me listën e kompanive të mia dhe familjarëve të mi. Zoti Sheaj. Dhe më kërcënon aptas. Zoti Sheaj. Qetësoni Zoti Sheaj. Zoti Sheaj, qetësoni. Zoti Sheaj. Opinioni në lidhje me argumentat e interpelancës, ju lutem. Ju lutem. Maskara! Zoti Sheaj. Je maskara! Je një maskara! Ju ishet e drejta e fjalës për sot, Zoti Sheaj, pasi keni marrë dhe të rreqe vëmendje dhe vrejtje. Ju ishet e drejta e fjalës për sot, Zoti Sheaj. Zoti Sheaj, përjashtoheni nga seanca plenare, 5 minuta pushim sa dali Zoti Sheaj jashtë.